Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić reagoi pas sulmit që u bë me gur dhe sende të forta kryeministit Vučić këtë të shtunë në Srebrenic, në 20 vjetorin e masakrës ndaj popullsisë myslimane. Nikolić tha se sulmi ndaj kryeministit serb ishte tendencë për linçim, si dhe reflekton marrëdhënien e brishta mes strukturave serbe dhe bosnjake në Bosnjë. Siç bën ditur agjencia serbe e lajmeve Tanjug, Nikolić tha më tej se Vučić është sulmuar pasi ai ka përfaqësuar Serbinë, i cili sipas tij shkoi atje me dorën e shtrirë për pajtim. Nikolić po ashtu ka thënë se qëndrimi i Serbisë kundrejt shteteve të tjera nuk do të ndryshojë dhe se do të provojë që të çojë përpara misionit për marrëdhëniet e mira me fqinjet. Për këtë ngjarje reagoi edhe antari bosnjak i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Bakir Izetbegović, i cili e ka dënuar sulmin e dieshëm kundër kryeministit serbisë Aleksandar Vučić në Potočari dhe ka theksuar se është i sigurt se Vučić kishte ardhur me qëllime të mira në 20 vjetorin e masakrës në Srebrenic. Izetbegović tha se ai kishte garantuar Vučićit siguri kur kishte biseduar me të në telefon 3 ditë përpara përkujtimores dhe ka menduar se nga aspekti i protokollit çdo gjë do të ishte në rregull, por kjo në fakt nuk ndodhi, pasi familjarët të 8.000 viktimave që ishin në ceremoninë kanë sulmuar me gur kreun e qeverisë serbe që më pas u detyruar të largohej me shpejtësi nga truprojat e tij.